kthehemi tek tema e sotme, Redi, e kishim tek Partia Demokratike çështjen. Për mua, parimi i parë, mosmarrja me opozitën për shkak se duhet fokusohemi te maxhoranca, është problemi më i madh, vonon dhe zgjat jetën e maxhorancës më shumë. Ajo që është bërë që nga 2017 është pikërisht kjo. Pra shmangja e analizimit dhe rregullimit, pra e skanimit dhe rregullimit të opozitës. Shiko, zgjedhjet janë një le të themi ekzaminim imazherik i partive politike. Dhe ky ekzaminim imazherik është bërë çdo 4 vjet, çdo 2 vjet kur janë zgjedhjet lokale. Dhe aty shikon secila parti shikon vetveten sa njolla ka kancerogjene problematike dhe ka shansin ti rregullojë. Tani, në këto ekzaminim imazherik politik që është bërë në këto zgjedhje, shikojnë që Partia Demokratike ka të mbartur që nga 2017 problemet. Pra Partia Demokratike bart atë, le të themi, dekadencën e saj që nga 2017. Dhe pikërisht ky diskutim që mos të merremi me opozitën, po të merremi me maxhorancën si problemi më i madh, ka bërë që këto imazheri kanë shkuar kohë dhe nuk është marrë kura, nuk është nxjerr kura dur për ta rregulluar opozitën, sepse nuk ka formë tjetër që ti ta mundesh maxhorancës apo ndryshosh realitetin politik në Shqipëri. Nuk ka formë tjetër. Maxhoranca vjen dhe majmet gjithmonë më tepër sa kohë që opozita refuzon të bëjë një lexim të ekzaminimit vet politik. Po majm shumë herë. Po pikërisht, dhe ajo që them unë është që sidomos mas këtyre zgjedhjeve, nuk ka më kuptim, themi, lëre tani sepse kjo është emergjenca më e madhe është maxhoranca. Jo, duhet se s'bën që opozita të fillojë komplet rregullim, pra të kuptojë rolin e saj që kanë shoqëri. Si për mendimin tim, që në 2017 e mrapa, në 2019, në 2021 dhe sidomos sot e ka humbur komplet kuptimin e saj mbi rolin që kanë shoqërinë shqiptare. Çfarë roli ke ti në shoqërinë shqiptare si Parti Demokratike, si opozitë? Për çfarë jeti? Teorikisht je për disa gjëra, për dhënë një perspektivë tjetër politike, perspektivë tjetër qeverisje, për dhënë një dallueshmëri morale në krahasim me qeverisjen. Ku është ndryshimi jot me qeverisjen? Përmes dallueshmërisë morale. Dallueshmëria morale nga vjen? Vjen nga individët, nga leadershipi, nga masat, nga forma, nga mënyra se si e bën politikën, nga demokracia e brendshme, një sër gjërash. Këto duhen kritikuar, këto duhen analizuar, këto duhen parë. Çfarë dallueshmërie morale keti me maxhorancën sot? Sillesh njësoj në opozitë ashtu me maxhorancën në Partinë Demokratike, pra rrjeta e brendshme e demokratike është pothuajse njësoj. Ai s'ka zgjedhje, ti bën të kamufluara. Më të mirë ti lej jashtë kështu më radh. Funksionon dhe këtë funksionon? Si? Pa ti funksionon ky sistem. Shiko, ai ka ndërtuar një sistem patronazhimi total të zgjedhjeve, të patronazhimit politik e tjerë është model tjetër. Ne po flasim për një set vlerash që është bën dallueshmëri morale maxhorancën. Dhe nëse ti ofrosh publikut, elektoratit me këtë dallueshmëri morale, si e djathtë, si perspektive djathtë, ku ke në bazë tënde ke llogaridhënien, ku bazë tënde ke respektimin e institucioneve, ke respektimin e vlerave tuaja morale, familjare etj me radhë. Ti këtë llogaridhënie nuk e ke, dhe tani dilet të thuat që më janë vjedhur zgjedhjet mos i Celibashi ka thënë që nesër në 9:30 merret vendimi për votat për zarfet e Greqisë. Pra nesër, ky është reagimi i tij. Po. Dhe e vetmja gjë që është bërë Fevzo në këtë situatë, në këtë reflektimin mos foltore, si ne kemi thënë edhe herë tjetër që foltore prodhoi energji politike, një energji jashtëzakonshme që po të shfrytëzohej mirë, për mendimin tim do kishte rezultat shumë më të mirë sot. Por nuk u shfrytëzua si duhet. U personalizua gjithë energji politike dhe ajo ku kemi sot, që skepticizmi dhe mosbesimi është më i madh se oferta politike që ke dhënë ti në zgjedhje, si Parti Demokratike. Çfarë duhet bëj PD-ja sipas teje? Patjetër duhet bëj spari të lexoj ekzaminimin imazherik të politikës saj. Se këto zgjedhje kanë bërë një ekzaminim, ti lëm këto idetë vjedhje kanë çdo zgjedhje. Po unë besoj që masa e vjedhjes në këto zgjedhje nuk është kurrë të prodhoj 33 mandate më tepër se ti. Nuk mundet, është e pamundur të bëj. Mund të vjedhësh 2, 3, 4 mandate, po jo 33. Pra diçka ka ndodhur e rënd Partia Demokratike. Është ajo që kemi 3 vjet që e flasim, 3 vjet që e themi që nëse kjo parti, nëse nuk fillon të kuptojë rolin e vet që ka në shoqërinë shqiptare, do shkojë nga dekadenca në dekadencë. Tani ka 2 gjëra, o do e çojnë koma Partinë Demokratike, o do ta ringjallin. Shembuj brenda ka sa duash, individ brenda të mirë ka sa duash. Unë them që duhet të reflektojë lidershipi i Partisë Demokratike të marrin masat ku ka qenë drejtuesi politik i Fierit. Ku ka qenë Gazbardi, ku ka qenë ky tjetri Eno Bozo i Beratit.
ku ka qenë Tomor Alizoti, ku ka qenë ky tjetri i Vlorës, Bujar Leskaj, ku kanë qenë? Vëllën, çka kanë bërë ata? Do një disfati e zakonshme zgjedhësh duhet parë, duhet analizuar, duhet ekzaminuar dhe duhet nxjerr. Po çështja është çështje më e madhe apo është çështje shikimi vetëm lista persona? Jo, nuk është kjo, është parimi, pra unë thash. Për angazhim të unë, një pjesë e madhe e listës nuk është parë fare, të mbyllur nuk është parë fare në e solla si shembull në fond fare këtë. Nuk është punë liste, shiko. E solla, më fal, fitim ta mbyll. E solla si shembull të fundit, por kryesori është ti rikthehesh te roli tonë që i ka është çështje parimore. Do të thonë nga leadershipi i Partisë Demokratike. Po. Për të kuptuar një problem, thon këta që merren me këtë punë shtetërore epistemologët, do të shohim tre lloje shkaqesh. Shkaqjet e thella, shkaqjet e ndërmjetme, shkaqjet fundore. Ka ndryshim, pse ka ndryshim se është në Chelsea, shkaku fundor. Shkaku i ndërmjetëm ka rrjet elektrik. Shkaku i thellë ka shpikë disoni energjinë elektrike. Cili është shkaku i thellë këtu? Tek partia të kjo krizë e thellë Partisë Demokratike. Partitë me definicion duhet të besojnë tre gjëra të Gjoni Sartori. Të kenë hierarki, të kenë doktrinë dhe të kenë synim politik. A i ka këto gjërat Partia Demokratike e Shqipërisë? Hierarkinë e ka, padyshim, fort. A ka doktrinë? Dhe që të kesh doktrinë do të thotë që t'ja tregosh njerëzve kjo është doktrina ime, t'ja shpjegosh pse ke këtë doktrinë, pse është më mirë se kundërshtar dhe pse ti e bartë se ti mund gënjesh. E shef në libër thu këtë kam. Pra ti bindesh njerëzit ti e ke seriozisht të doktrinë. Partia Demokratike ka të paktën që nga 2009, që është një krizë totale të treja gjërave, sidomos të doktrinës dhe të synimit politik. Partia Demokratike u korruptua plotësisht. Kur them u korruptuar plotësisht, jo në kuptimin volontendra, se hyter më bete fare. Korruptim moral, korruptim politik. Bëri një koalicion të nda pushtetin me përqindje. 40, 70 ky tjetri. E peni si ndau Friedrich Merzi me Klingenfieldin në Gjermani për taksën, për politikën e jashtme, politikën e migracionit, pra arrin të gjenë një xhustim, nuk ndahen ti 3 drejtori, 7 drejtori, ti 3 ministri, 6 ministri. Edhe aty ndodhi një shokolepshe totale e stilit ton politik. Kishte ndodhur më herët në 2008 një tollovi e madhe, po këtu nisi korruptimi i plot moral dhe politik i Partisë Demokratike. Humbi zgjedhjet keq në 2013. Dhe çfarë bëri? Nuk e pranoi humbin e zgjedhjeve si një gjë që duhet reflektonte. Bëri një truk të vogël aty ndroi kryetarin, rryti të njëjtën leadership, të njëjtën narrativ. 2017 e ndroi komplet leadershipin Basha. Jo Bland, nuk ndryshoi, leadershipi nuk janë thjesht njerëzit. Është gjuha që ti përdor, diskursi që ti ke, narrativa që ti ke. Partia Demokratike ka një gjuhë, ka dy probleme gjuha Partisë Demokratike. Dhe ka ja tha për që ka shumë kohë. Një, Partia Demokratike ka një gjuhë konspiracioniste. Gjithmonë e shpjegon realitetin me një konspiracion. Gjithmonë. Prandaj me ka një komplot mundësisht ndërkombëtar shumë të madh. Edhe dy, kushdo që kundërshton atë që thot Partia Demokratike është një armik i vërtetës dhe i Partisë Demokratike. Partia Demokratike ka trumbetuar në këto vite që ajo është mbrojtëse kryesore e pluralizmit dhe po rikthen pluralizmin, ndërkohë kushdo që thotë që ka një rrugë tjetër, ka një menim tjetër, ka gjë tjetër, ai thotë jo, ti je armik, ti je kështu. Pra, shkurt Muhabedi, Partia Demokratike ka nevojë të transformohet plotësisht, të zhduk populizmin, të bëhet parti popullore. Populizmi është armiku, gangrena më e madhe e çdo formacioni politik në botë. Me Ertan Hoxhën e bisedoa para 10 ditësh pak a shumë i thash, është një profesor i famshëm i Harvardit, Daniel Ziblatt, cili ka një libër shumë të madh për partitë e djatha që nga koha e Benjamin Disraelit. Se në fakt, ku do ta gjejmë në rrugën tonë? Tek mënyra si ka bërë bota, mos do shpikim rrotën. Thot Patrick Henry, nuk kam asnjë llamp me kuptu të ardhmen, vetëm duke pasi ka qenë shkuara. Edhe thot Ziblati, partitë e djatha që nga koha e Disraelit janë shumë të mira dhe janë të mrekullueshme dhe ato kanë prodhuar atë të mirë në Europë dhe në botë kur kanë bërë dy gjëra. Zhduken, largohen nga trashëgimia, nga kontrolli i trashëgimisë vjetër dhe nuk bie në dorën e kontrollit të krahut radikal. Ky është postulat. Nuk është se ta shpikur me Artanin apo me Orën apo me Ertanin apo me Preçin këtu në studio apo me Redin apo me ju e bashkë. Është ligjësi në shkenca politike. Pra, Partia Demokratike duhet bëj këto dy gjëra. Trashëgimia e vjetër, ramiziste, e komunizmit, e me radhë, e këtyre 3-6 viteve dhe krahu radikal dhe gjuhë radikale duhet të transformohen në një gjuhë qytetare, në një gjuhë që e pranon tjetrin, një gjuhë që e kupton tjetrin dhe të kthehen në parti të djathtë reale. E djathta, konservatoria, ka 4 vjet themelore. E para është maturia, prudenca. Nuk ka në të djathtën sharje, fyrje, britma, ulërima. Ora shiko, para 2 vitesh ishte krizë thellë Partia Konservatore Angleze. Rishi Sunak tha, jemi në zgrip të ekzistencës tonë. Partia Demokratike thotë ne jemi më të fortë se kurrë. Ka kuptim kjo? A mund të flasë shumë një parti? A mund të flasë shumë një parti? Pra kjo është problemi bazik. Edhe që ta mbyllum këtë gjë, domethënë, sot gjendja është shumë rëndë. Ka qenë rëndë prej kohësh, në fakt më thënë drejtën, edhe këto janë zgjedhje që ne dinim se do dilim, siç dinim zgjedhjet në 92 dhe zgjedhjet në 97, edhe për këto e dinim. Këto janë 3 parë zgjedhje vetëm në Shqipërinë e këtyre 30 viteve që dinim se si do ndodhin. Nuk ka shpëtim është vetëm e djathta dhe konservatorja.
Zoti Berisha, kur e nisi këtë lëvizjen e rimarrjes PD-s në shtator të vitit 2021 tek ju, ka thënë atë në darkë, kur zoti Basha mori vendim që mori, tha, ka thënë Edmund Burke, tha, pra ka nisur me citim të Edmund Burke-ut. E rregulloi si desha të studim, po nuk po merrem me atë, po s'ka problem se i duhet që ta rregullonte, nuk po hyn atë detaj tani. Edmund Burke thotë gjë. E djathta është subjekti politik, është forca politike, energjia politike që mendon se në përputhje me Oreksin që ke për pushtet, në atë përputhje duhet vësh pranga me durat tuaja. E djathta mendon se vetë maturia dhe vetë përmbajtja dhe vetë kujdesi dhe mos britma, mos ulërima dhe mos ushqimi i epshit të çon përpara. Këtë do bëj Partia Demokratike. Duhet që pra zoti Berisha ka një gjë për të bërë. Ronald Reagan në vitin 1994, po bëri që Berisha do jetë politikani më i madh i Shqipërisë që nga koha ku Bodonës Skënderbeut. Ronald Reagan në vitin 1994, 6 vite pasi kishte lënë presidencën, i dërgoi një letër kombit amerikan. Ishte diagnostikuar me Alzheimer dhe thotë një shehani famshëm Franz Fischer thotë që ky është akti më i madh politik i dikujt. Reagani u largua nga bota e ndërgjegjshme, thotë ai, me ndërgjegje dhe hyri në të pandërgjegjshmen. Pra jo nga politika. U largua nga i botë e ndërgjegjshme me vedije, shkoi në të pandërgjegjshme. Tha atyre, o popullim amerikan i dashur, ju dua shumë dhe më doni shumë, unë po largohem në një botë tjetër dhe kjo është, tha, perëndimi sunset of my life. Zoti Berisha duhet bëjë gjë, duhet prodhoj një kulturë, një politikë. Ta kapi Alzheimer dhe atë në zar. Jo, Berisha nuk ka Alzheimer, Berisha është shpërkullisht mirë. Atë e kapi. Zoti i madh i jep jetë gjatë dhe e bën 130 vjeç, nuk ka lidhje fare. Duhet prodhoj gjë tjetër. Të kësaj lloj fuqie. Duhet të prodhoj një politikan aty në Partinë Demokratike, vetëm ai mund ta prodhoj. Provoj një. Edhe një frymë aty, të lutem, që të kundërshtoj Berishën. Se po doli dikush të kundërshton Berishën, ai fryma e vret. Duhet Berisha vetë bëj të akt madhor dhe mund ta bëj. Të prodhoj një politikë dhe një frymë të djathtë konservatore, një politikë antipopuliste dhe popullore, një politikë që në fund fare mendoj që ka dhe, ka kom, ka familje që janë më të rëndësishme sa politika. Hoxha. Vetëm ai mund ta prodhoj. Po e bëri këtë gjë, mund kaloj dhe Reaganin. Hoxha. E unë dëgjova të dy kolegët edhe preshi pak. E vënë theksin tek dobësitë, problemet morale, organizative, doktrinare të opozitës. Dakord. Po nuk gjej arsye të fitimtarit, se këto defekte i ka dhe ai që fitoi. E ka më keq, është në burg. Ai fitoi. Artan, Blendi ta marrësh të dëgjova tash të janë. Mirë, do ta them një fjalë. Tani unë do dal të them tezën time, ju e tha tezën tuaj. E djata dhe e majta dallojnë tek një gjë. E majta është përkatësi. Që ka lindur e majta? Ata janë djajt e emi ojnë. Ne do t'jemi moral, ata mund t'jenë dhe pa moral. Kjo do i bazë. E majta është përkatësi, tek e majta nuk ka moral. E majta që ko shkryuash për përkatësi. E djata zgjedhje. Mirë, edhe tezën nuk do të them dhe unë tezën. Mos e ka sokot. Nuk fitojmë kurrë me përkatësi që duke qenë keq. Ne fitojmë vetëm me zgjedhje. Edhe zgjedhim mirë, zgjedhim drejtën. Po po se na ka sokot me ata. Ata shumë fitojnë me përkatësi. Ishemi prift të ri apo hoxhallar të gjithë, bëhemi njerëz të fesë dhe fitojmë gjithë. Pritet dhe hoxha me bëhemi puritan gjithë dhe bëjmë gjithë. Bëjmë kështu lumhane. Paskarallik, rraja ne rrejtë. Por e ku ta them nga dhimbja, nuk e them nga dashuria. Çik në analizë reale tash. Në një leksion. Realiteti është ndjekja e principeve themelore. Jemi në analizë reale. Edmund Burgut ishim 2% në 2021. E Kërgut, e Burgut, e Merrall. Po burrë. Sa të dëgjojmë më mend. Ka sa pëson tash. Bëj batutën kur të marroj. Ka për krimin burrë. Sa ishi? 2% kemi qenë në 2021. 20% po shkon diferenca tani. Tani një diferencë kaq e madhe në 4 vite. Nuk shpjegohet dot as me lista, as me organizime, as të pëlqen ky apo s'pëlqen ai. Po s'ka qenë 2%. Kjo 2% më aq. 40.000 vota. 46% Nëse i në futët 8 direkt. Po natyrisht pra opoziti ishte edhe ajo. Po ashtu merr futë edhe shehajin. Se gjithë ata opozit janë. Bravo, nga 1% që janë ato. Jo, se janë nga 1%. Gjithë shkojnë 15 Aty shkojnë si vot, ja. Por edhe një. Po jo, se mos e... A mirë, okay. Sa shkon shehe me Aliben dhe me... 40.000 vota më shumë. 52% një minutë. Venezuela ka marrë 44%. Ka më keq se sa Venezuela, jo. 3 edhe 4, 7. Edhe 1.5, 8.5, 9% janë këto, shkon 52 me 42 pikca, 23. Zotëri, po flasim për PD plus LSI. A ishte 26? Po dhe këtu do fusësh të partisë e opozit. Me më nuk e fusën lapën dhe atë tjetërin. Po me platformë për Rama s'ka dalë opozit. Po kanë marrë dhe nga PS-ja ata vota. Ti kanë dhe sondazhe dhe lapet e ka marrë 50-50. Lapa është qeveria më është opozit. Do me alesh ta them dhe unë të efektive se duhet të gjojnë me durim dhe ja futët komplet këtë të shi? Nga një diferencë opozitare. Një po bukuri, atëre me sapin e 2021 i bie, opozita ishte më e madhe se qeveria. Nuk krahasohemi ne me PS-n, molla. PS-ja është përkatësi.
Është partia ime, thot ai. E keqen e tetë kriminale e du. Edhe PD-ja, Hoxha, 3% diferenca. Çfarë krahaso kot me ata? 3%. Nuk fiton djatha. E djatha në botë, po e djatha në Shqipëri ka qenë gjithmonë përkatësi dhe është akoma përkatësi. Ka qenë djathë, duhet bërë djathë. Po jam dakord, po e djatha është kjo është. Edhe një, po diskutojmë gjithë... Hoxha, ja ku e ke që t'jemi të brënda. Në 2021, 28.67 Partia Socialiste, në 2025, 52.33. Po, është rritur. 4 pikë është. 3 pikë ca. Po sa është PD-ja sot? 33. Po janë disa Tani thotë që Edhe njerë mos mirë. Po mos mirën e Tani sapë, thotë që o zotëri. është i panatyrshëm, thotë. Po flasim për dy kampet opozitare, nuk po flasim për satelitët e vegjël, që grënë sa ne këne. Po flasim dhe që në 2021 kishim një PD dhe një LSI që mund të ishin dhe bashk, por ja hoqë atë ligjin edhe su bën bashk. Po ti mbledhësh bashk, ato bëjmë mbi 26%. PS-ja ishte 48.%, 1-2% ishte diferenca mes tyre. Sot, diferenca mes PS-s dhe kësaj PD-je të bashkuar me LSI-n është afërsisht 20%. Tani, kjo rënje ka që madhe, kjo rritje diferencës ka që madhe mes dy kampeve, o shpjegohet me një arsye të stërmadhe, o shpjegohet me një gabim të stërmadhe. Pra, o një arsye shumë e madhe, o një gabim shumë i madhe. Një gabim epistemologjikisht. Tani, një gabim në epistem, po nëse vazhdo. Që me reformën territoriale. Kjo opozit që po flasim, Aty është fillimi. As i pasoj nuk ka një shkak. Pastaj që ndryshimet e kodit farë të ranë, në tavolinë. Ka shumë shkak që një pasoj. Nuk po flas as për kod as për gjë. Kjo opozit thot që Shqipëria është neodiktatur apo diktatur, narkodiktatur. Nëse ky përcaktim i kësaj opozite është i gabuar, i bie të jetë shumë i gabuar dhe është ndëshkuar me një votë sepse një qofse një gjë nuk qëndron, nuk mund të të vinë nga pas si rregull shumica e votuesve. Pakica mund të vijë kjo tezë. Por në qofse është në rregull PD-ja në vlerësimin e saj dhe Shqipëria është një narkodiktaturë apo është afër më shumë modelit të narkodiktaturës se sa modelit të demokracisë, pra ka të drejtë PD-ja në vlerësimin që i bën, rezultati është lehtësisht përsëri i shpjegueshëm, sepse është një përballje me një narkodiktaturë me cilën kjo përballje mund të humbitet me shumë gjasa se sa të fitohet. Venezuela. Vetëm kjo është shpjegon. Tani Venezuela çfarë është Venezuela? Ne o biem dakord që Shqipëria nuk është narkodiktaturë dhe atëherë PD-ja ka marrë këtë ndëshkim elektoral. Çfarë është Venezuela? Kam një pyetje. Ose Shqipëria është narkodiktaturë dhe PD-ja nuk ja ka dalë ta mund. Blendi, kam dy pyetje. Dhe kjo narkodiktaturë është në Nëse Shqipëria është narkodiktaturë, çfarë do bëjmë? Ti mbyllim tani. Jo, Fevzo, pse po flasim të mbajmë një pozicion mbi një realitet. Një realitet që pretendohet nga opozita më e madhe e vendit. Teza jote është duhet mbajmë një qendrim. Nga përgjigja që e japim kësaj pyetje, vijon dhe analize më teshme e shpjegimit të ngjarjes. Por nuk pranuam tiparet e forta autoritare të kombinuara me narkot e këtij regjimi, por nuk e pranuam, na duhet që të themi opozit, ja ke futur dhe prandaj morë këtë ndëshkim. Nuk mund të bëjmë. Nuk mjafton. Jo, pranoj. Mbasi ta pranosh vazhdojmë diskutimin. Blendi. Thuaj një herë që jam dakord me PD në vlerësimin e këtij regjimi, pastaj hajde diskutojmë. Ore, mund të merrte 3 deputet më shumë apo mund ta shemte regjimin. Por po që se nuk e pranojmë këtë piknisje, ne jemi të kthyer në diskutim. Nuk kemi ditë plan diskutim. Venezuela apo Gjeorgjia janë dy vende më diktatura se ne me që po përdorim këtë term. Shumë diktatura se ne. Edhe në Venezuelë, Edmundo González i mori 44% votave. Ndërsa në Gjeorgji, që është partia e Putinit, ajo si e ka Dream Party e Putinit, partia e opozitës opozita në koalicion mori 48%. Pra nuk ka mundësi të jetë Shqipëria diktaturë kaq të mirë sa Venezuela që shkoi 34% opozita. Sigurisht Shqipëria është një vend, në gjykimin tim, neopatrimonialist. Kam mundu të bëj atë kërkimin tim. Në rastin e diktaturës